Ura e re e Baqallekut është një nga investimet e rëndësishme infrastrukturore të qeverisë shqiptare në Shkodër. Kryetari i Bashkisë Shkodër Benet Beci ka inspektuar punimet që po kryen në hyjet e qytetit. Ura e re me gjatësi 180 metra pritet gati në qershor të vitit të ardhshëm. Në të njëjtën kohë rruga që lidhon nga Harku i Berdicës deri tek Ura e re do të përfundojë në fillim të vitit të ardhshëm, duke lehtësuar ndjeshëm qarkullimin në hyjet e Shkodrës. Është investim më i rëndësishëm do thoja edhe për trafikun dhe hyrjes së Shkodrës dhe ndoshta nga investimet kryesore do thoja mes shumë investimeve të tjera që bëhen në Shkodër. Pjesa kryesore e investimit është ura. Ura paralele që është 7 metra larg urës ekzistuese. Dhe tani janë punimet kryesore në ujë për arsye se dhe niveli i ujit tashmë është i mundshëm për të mbaruar. Nga 5 këmbë që ka ura, 4 kanë përfunduar pjesën e pilotimit dhe është duke punuar këmba e 5. Plani është që ne në qershor ta kemi urën e ndërtuar dhe të funksionale. Pasi pjesa e rrugës do të bëhet shumë më herët dhe ne presim që pjesën e urës ta mbarojmë brenda vitit. Në janar të jetë rruga nga Harku i Berdicës deri tek ura e Bunës të jetë e ndërtuar. Një investim shumë i rëndësishëm i qeverisë shqiptare, do thoja, për Shkodrën, i cili do të na zgjidhë një pjesë të problematikave të trafikut për vitin tjetër. Sigurisht kemi edhe probleme tjera, sigurisht kemi edhe shqetësime tjera. Do të shikojmë edhe pjesën e segmentit që lidh Shkodrën me Lezhën dhe Milotin, që janë projekte tjera të mëdha, po sot me që jemi këtu, dua të them që jam i kënaqur të dëgjoj nga inxhinierët vazhdimin e punëve me cilësi, do thoja, dhe me shpejtësinë e duhur. Ky projekt është prioritar për përmirësimin e lëvizshmërisë së infrastrukturës së Shkodrës, i ndërthuar me ndërhyrje të tjera që do japin qytetit një hyrje moderne dhe dinjitoze.